Dashur shikues të Radio Televizionit Iliria, përshëndetje dhe mirë se erdhët në emisionin ton dhe tuajin ta njohim të vërtetën. Tashmë jeni mësuar të takoheni me neve çdo të martë prej orës 21, gjithashtu edhe me musafirin ton të nderuar që e kemi zakonisht në studio, profesor doktor Shefqet Krasniqi. Emisioni është i drejt për drejt, ju mund të bëni pjesë emisioni duke telefonuar në 046 22 0022 për të bërë pyetjet tuaja apo edhe duke i shkruar pyetjet në po të njëjtin numër por në Viber. Emisioni përveç që transmetohet drejt për drejt nga valët e Radio Televizionit Iliria, gjithashtu transmetohet edhe nga rrjetet sociale të profesorit të nderuar, Dr. Shefqet Krasniqi në Facebook, por edhe në kanalin e YouTube-s. Profesor, selam aleikum, mirë se erdhe. Aleikum selam, rahmetullahi wa barakatuh. Mirë se gji. Allah ju shpërbleft e ju nderoft që gjithmonë gjeni kohë për të qenë pranë shikuesve dhe dëgjuesve të Radio Televizionit Iliria. Nëse kemi ndonjë telefonues, inkuadrojmë. Me sa duket ende nuk e kemi ndonjë telefonues, një dëgjues e pyet, profesor thot, a e prish abdesin gjithënja? Bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Falënderojmë Allahun e madhruar, salavat dhe selam pejgamberit të bekuar sallallahu alaihi wa alihi wasallam, familjes së tij, shokëve të tij dhe të gjithë atyre muslimanëve dhe muslimanëve, të cilët kanë ndjekur, ndjekin dhe do ta ndjekin rrugën ati burrit të madh deri në kiamet. Pastaj gjithënja nuk e prish abdestin. Sepse s'ka arsye me prish abdestin. Gjithënja tamli është lëng, apo substancë lëngët e pastërt, e cila del prej trupit. Andaj nuk ka nevojë, nuk ka arsye ta prish abdestin. Sepse abdestin e prish çdo gjë që del nga dy kanalet e zakonshme, s'ken dytë, dhe ndërsa pjesë e tjera të trupit prish nëse është në dytë, se puna e gjakut. Tam nuk është në dytë, andaj nuk e prish. Tamlin abdestin. Së këndemi nuk e gjenë në për librat e fikut, kur ulemat cekin gjërat të cilat e prishin abdestin, nuk përmendet asnjëherë gjithënja. Përmendet tugu, përmendet gjaku, e të tjerë, por nuk përmendet asnjëherë sepse nuk e prish abdestin. Po. Një dëgjuese tjetër pyetet, a mundesh me dhënë disa këshilla për motrat që përballen me vështirësi gjatë studimeve? Vështirësitë janë të ndryshme tash. Ne nuk e dim motra çfarë vështirësish ka pas për synim apo për qëllim. Mund të jenë të natyrës studimeve, leximit, përqendrimit, të bereqetit, e të tjerë, e që janë thuajse prezente tek çdo student, por mund të jenë edhe të natyrës së problemeve sociale, e varfëria, skamja, e angazhimi me punë dytësore, që shtot popullë që besa dhe prokopimi i tyne me dashnije, me senet të cilat nuk e kanë kohën gjatë studimit atë gjana. Baba ka dërgu vajzën e vetë në shkollë për me studiu. Baba, prindi dërgan bijën e tij dhe djalin e tij në fakultet, në qytet, për të studiuar. Por, ndodh çka ndodh, edhe shumë prej tyre lënë studimet, apo neglizhojnë studimet, apo i lojnë një qesë në dorën e dytë dhe merren me çështje të martesës,
është e keqe edhe rand me thonë dashnis, por të martesës. Jemi pak më të matun dhe ngecin në studime. Fakulteti femra e cila mashkulli, femra, studentin përgjithësi, i cili treket të dyert e fakultetit, duhet të përkushtohet fakultetit. Fakulteti, për në pas sukses, nuk pranon punë tjetër alternativ tjetër. Nuk pranon. Fakulteti nuk pranon alternativ tjetër, punë tjetër, kam fjallë opsion tjetër, paralel, qka. Është zori që ka zban. Zori është studentin, apo studentin me punu, po është se në man vetën, ose ka gali dhe familjen e ti ngrata, vetë është të studiu, ka i ka dërë të familjen e vetë. Në rase specifike, për kushte normale, studenti nuk bën të preokupohet me asë gjë. Ama me asë gjë. Vetë me studime. Jënë 3 vjetë, ose 4 vjetë, shkën shumë shpejt. Dhe vje koha bëllë, kura e mund me të rëgue, punën e vete, vëshmerin e vete, kontributën e vetë, vjen koha. është student, vetë me libra. Ta nëse mirët në student apo një studente vetë me libra, me emër të Zotit suksesin nuk kam i mungu. I hinë fakultet, dohet me adhanë hakon fakultetit. Për ty primar fakulteti. Asë në gjithë tjetër. Kjo vlenë se për studentat që në teknim Prishtina për në Kosovë, se ata që në Arabi, se ata që në Perëndim, ku të qofshin. Dhe kam vërejtet të studentat në vendet arabe. Evrej edhe teknik këtu. Me keqare dhe themi, por shumë studenta, i jenë studenta me emër, por nuk jenë studenta me punën e angazhimin e tyre. Studente ka kohën shumë të shtrajt. Se vetë fjala student, dhe me thona i po studion, e studimi, të mërë kohë, për energji, dohet me koncentru, dohet me shfletu, dohet me krahëzu, liber pas libre, punim me punim, dohet shënime, dohet punime, dohet seminare, dohet takime, dohet kërkime në biblioteka, dohet student është emen i madh. Emen i madh. Ne përballë kësaj në terminologjinë fetare islame kemi talebe. Kemi talebe që i përputhet fort. Kur themi dikujna, unë jam talebe, se kjo talebe është kërkues i dijes. Dija nuk vjen të ne ka kërshpines. Dija nuk është gotuj të pijone, e të fryna, të mushta me dije. Po të ishte ashtë na, neve s'na kish ardhë radha kur me bët djetar, apo me marrë dije. Apo me qiti qka ndritë, sepse shenë për tamë para neve. Andaj dhe të mja ditë kimetin vlerën dijes, rëndësin, dhe me përvjeldur të mi qasë, se zgjatëm te për ndoshtë në bëne halal. Presim telefonatën e parë personte. Selam aleikum. Motra nga Kërçova, ju paraqitet, ju përshëndes juve shumë edhe hoxhën. Faleminderit edhe ne përshëndesim urdhëne. Faleminderit, desha me pyet, ne kishim do moca, shumë moca, po na hanin vezët. A dini ne thoni vez, besoj Po. Po ashtu thoni nga Kosova, po. Edhe i mor burri dhe nuk i çoj kështu, nuk i mblot, po i lishoj dim tjetër katunt. Desha me pyet hoxhën, a kemi gjino? Pyetje parë është, edhe pyetja e dytë është, a kam gjino me fry një fëmijë pa abdes? Edhe një herë, pyetjen e dytë. Me fry një fëmijë pa abdes. E qartë, Faleminderit faleminderit shumë. kuronet, po, kuronet e di përmensh, edhe e bën me ato kuronet çka e di përmensh me i fry pa abdes. Dhe njëri fry me abdes, e ma dhe hejnë nësë që nuk kam abdes, edhe e bën me i fry, me thonë, di fry kësa e fëmije, edhe unë në atë moment e din, së në marrë abdes shpejt, edhe i fry pa abdes, përmensh kuronet i thamë.
Faleminderit shumë për pyetjen. Po, shumë qarta. Natën e mirë. Faleminderit. Edhe desha me të pyet ty kur e ke edhe ti emisionin, desha me të dëgjoj edhe ty. E kom të ajtëve prej orës 20, prej orës 8 mbrëmje. Okej, Allah që përbleft, ju përshëndes Amin, shumë, inshallah. ty edhe Faleminderit hoxhën se edhe kemi juve. përfituar shumë, Allah ju jashtë edhe uru. Selamu alaikum e rahmetullah berekatuhu. Aleikum selam, Zoti ju rujtë e ju nderoft. Nuk prish punë. Nuk është kusht njëri me qenë abdes kur këndon Koran. Kur e fryn dikuj, nuk është kusht me qenë me abdes. Me abdes është kusht me qenë kur lexon Koranin, njëri i ka që fleton, me lezu, apo kur hyn namaz. Tavaf kur bën, nëse ajo është për vend special atje. Për ndryshe, nuk është kusht me qenë me abdes njeriu. Po, është ma bereqet, nuk diskutohet e punë, por kusht nuk është. Punën e macave, në rregull është e punë, sa të keq që s'ka. Maca cila bën e hanë zajt, apo vezet, bën zullum. Zullumçarin me hik qafësh. Zullumçarin dohet me hik qafësh. E që i bie, me largohe, me hekat mundësi të zullumit. Nëse është insan, me ka më rasë në burg, mos me lanë për zullum njerëzve. Po. Se me ti hidajak, shteti. Po me janol zullumin. Zullum qartë me hek për udhës. Parim o kë parim legjik, parim natyrshmërisë e njeriut. Në çdo fe, në çdo shoqëri, në çdo kulturë, çdo civilizim, dikend, insan a hayvan, që është zullum qartë me hek. Të mënyra shumë hek, po natyrisht ka shumë sene të, për shembull të puna hayvanit. Nëse ka mundësi që atë hayvan me kape me gjuhë dikon, në gjungull dikon ose në mal dikon, nuk kem zër me myt na macën. Do sans para zan, sans si sfitojna me myt. Po ne po do me largu zullumin e sajna se po na han vet. Për çfarë më hor zejt ajo? E më hor buk. Ose me hor që ka leju Zoti. Me hor zejt e jeti bën e hor zokin. Macën e këtu dikon ju ku di ku thakna çu dikon, sa të kesh s'keni pa. Për shkak zullumit. Se bën zullum, nuk ka me hor vota ja. Se zullum qare. Po. E presim telefonatën tjetër, mirë mbrëma urdhani. Selam aleikum. Aleikum selam wa rahmatullah. E kam një pyetje për hoxhën rreth namazit, si duhet me qenë namaz xhelzor. Edhe unë domethënë falna me fëmijë, tash shpesh më vjen me majt në dorë ose nëse është të bë diçka kanë arri zgati dorën edhe e marr. Domethënë nuk lëvizi kam vetëm dorën, a e prish kjo namazën? E qartë. Edhe kam një pyetje tjetër, domethënë unë e di disa sure të shkurta. Nëse e them për shembull Kul huwallahu edhe inat edhe një sure tjetër, a duhet patjetër edhe në rekatin e dytë mi përsërit që ato trijat që i kam thënë apo mi thonë dy ose si duhet me qenë? E qartë. Faleminderit për Faleminderit shumë. pyetjen. Asalamu aleikum. Aleikum selam wa rahmatullah. Aleikum selam. Po, pyetjen e parë rreth lëvizjeve në namaz, po pyetja është fillimisht s'me qenë namazi mirë, namazi përdoni shprehje, cilësore, përdoni shprehje të mirë, po, pëlqej shprehja cilësor. Edhe më kujtoj disa jete hadithe që cek Allahu, pejgamberit i sallallahu alaihi wasallam. Se fjala vije yuqimuna salate, ose aqimu salate, wa atu zakat. Aqimu salate, ne përkthejna falin namazin. Po, në fakt, falin namazin ka term tjetër. Fjallë tjetër, shprehje tjetër. Por ka përdor Allahu shprehjen aqimu salate, ose yuqimuna salate, sepse kjo shprehje në gjuhën arabe përbën më shumë kuptime se sa thjesht kuptime veç falu. E që i bie
faluni. Tamam që shkërkohet për jush. Duke filluar nga abdesti. Mërni abdes nga dalë e mirë. Jo mungut, jo me dirë shumë ujë, nga dalë e mirë. Laj gjimtyr të gjitha ranë njërën pas tjetërës mirë. E pastaj, të razanën, palesënetin, nësi e vetën, dalë nga dalë. E pastaj bërë kamet dhe hynën farsë. Dhe mundohë më përqëndru me krejtë qenjen tante. Prej duarë kur të ngrish lartë, Allahu Akbar. E që i bije, Allah është më i madhë, më i madhe se qka, që është dhe gjë tjetër, më i madhe se sa angazhimi me dynja, më i madhe se sa punë të cilat i pata i lash, e me të atje ki hala, po të për këpëtën fjallën, Allahu Akbar, është më i madhe se sa punë. Andaj të mirën me Zotin temë, që kështë më i madhe, dhe javlin më marrë me të më shumë, dhe je dalë para tina. Pejgamberi ka thonë sallallahu alaihi wasallam, robi kur është në namaz, dhe të kitë kujdes, mos pështyn para, nëse i vije se i vjen ka njerëz ka çfarë pacit, por në të djathtë, por në të majt, sepse para ka Allahun. La ilaha illallah. Dhe ka në hadith, robi kur është namaz, para ti është Allahu, dhe është si til, para ti derisa ata heltefit, nëse ta këthen këtë gjatë të për të majtë. Nëse këthen këtë gjatë të për të majtë, Allahu thëtë më kërje, të më folë mu, e këtë gjatë të majtë. Për ata namaz, prej fillimit e këbiri fillestarë, dhe këte rritja, pëm selam, e kam përshkruar djetartë, ulemat, në mënyrë precize të detajuar, gjdo levizje. Dere të levizja e gishtit, dere të mbajtja e gishtave, a me hap shumë, a me mbyll krejt. Dhe dere të shikimi. Gjdo send nga ona jashtme, po dhe nga ona brendshme, me mundu robi, që është tashme me pas parasysh lartë madhërinë e Zotit, pra kujtje dalë, kujt për drejtohesh, kanë për falenderan, kanë për thret, kujt për i lutesh, dhe kështu më radhë. Pra fal namazin, me farzët e tina, me shtyllat e tina, me senetit e tina, me mustahabatet e ti. Kjo është namaz cilësor. Mirë, pjesa tjetër, dhe të rohet motra, me kap vajzën apo fim për dorën kitan, ose me kap kitan, nuk ka dert. Kjo nuk ka dert, sepse e para, nuk është levizje e madhe cila prish namazin. Po të dëtërohet, të kthehet krejt në kitan, e të ka fëmijun që atje, tani të vjena pet namaz e prishi. Por nuk është levizje madhe ajo. është levizje vogël e ka fëmin me një dorë e qanalt edhe marë, nëse veç kanë. Apo e ka për një dorë dhe afrë nga të veti, e fëmija së të afrohet nga të nanës, a i heshtë, që të sohet. Çështja tjetër, pejgamberi sallallahu alaihi wasallam nuk i ka penguar fëmijët nipat e vet kur e ardh dhe i kanë gjuar anash në krahe, në barke, në shpinë kur ka fal namaz. Për atë kanë thonë ulemat, nëse nana detyrohet me marrë fëmijën e vegjël edhe me majtë në krah, për mos me lanë më kajtë dhe të mi kajnë pakën të i kajtaj. A në me ditë që të s'pe kësyrë heqë, a i rëshan, e kësherë jep gaz halaja, a i më nëtë me të kalëzu që one kupa. Së ashtu e ndo fëmi, pse të s'pe kësyrë mu, ti e namaz, ta është dhimet fëmija, zemra nanës e të kohë zëtë, e të fëmi në me kapë, e me majtë hopa, me fa namaz në ka tërtë. Por i e koncentruar në namaz. Kje para, që është atjetër që ka bëni më të tha? Për suret shkurta, profesor pyeti, tha, a lejohet mi përsërit, tha se i divesh disa suret shkurta. Po, lejohet gjithsesi.
nuk kemi një argument që na obligon neve në çdo recat me këndu sure veç e veç. S'kem argument. Ne kemi argument për Fatihan. Me kënu surat el-Fatiha. Tamam? Kemi argument me kënu surat el-Fatiha. Kemi argument të përgjithshëm faqra'u ma tayassara min al-Quran. Kemi argument me lezu nga Kurani e që na vjen mas lehti. E tani, a lezojna nga mesi Kuranit, a lezojna nga surat e gjata, një pjesë Kuranit, a lezojna surat të shkurtra, çdo recat ka një sure, a lezojna një sure se ata e dina, nuk prish puna ja. Andaj nëse din Fatihan, edhe ke mësu një sure, të zami kullu vallahun, kënu kullu vallahun. Fatihan kullu vallahun në qatën e parë, Fatihan kullu vallahun në qatën e dytë, në tretën të katër po flas për farz, veç Fatihan, s'ka asgjë gjatë keqe. Tan jetën e se këndon kështu nuk ka të keqe kurçi. Po më mirë është me ndërru surët me kënu ma shumë po edhe kështu namazet tamam është, me rëndësi është a namaz tamam. Namaz është tamam. Me këtë po të më thonë diçka tjetër, se falja namaz është sa është e lehtë. Nuk të ngarkan neve Allah, me ditë Kur'anin përmenësh, me ditë gjysën Kur'anit, as me ditë gjysën Kur'anit përmenësh, o musliman, mëso Fatihan, mëso një sure. Edhe mëso më falti, me emër të Zotit. Po desa mësejsh, ka për dhe lexo, nuk ka dërt. Po. Presim telefonatën tjetër. Selam aleikum. Aleikum selam. E kam një pyetje për hoxhën për kurbanin. Po. Në rast se kurbanin nuk e prejmë në vend lindje, po e qëm ku ka ma nevojtar për kurban, pasi ate ku imi ne nuk e preferojnë mishin. Një shpjegim të vogël hoxha, në vizita në Vareza për motrat muslimane. A është ndalume, a është lejume? Selam aleikum. Çka deshte me vetë? Për kurban? Po dhe që tha, tash pyetja, a lejohet me çu dikon a çka? Po, a lejohet me çu dikun ku jo nevojtar, për Po shembull. motër, e qartë. Afganistan a Pakistan, pasi keni nuk e preferojnë mishin. Po mendon me porosit. Faleminderit shumë. Po, e në ju. Zoti nderoft. Allah e trut. Me rëndësi është me therë kurban për Bajram. Therja kurbanit për Bajram është vajib, obligim. Simbas Hanefive, o Ebu Hanifes në thekës veçant, Ibn Tejmijës dhe shumë ulemave të tjerë, dërsa simbas Ebu Jusufit, Mahmedit, Shafiut, Ahmedit, sënnet mu ekkedi fortë, e që aty nga cilët. Pra, është një detyrë, po edhe obligim kemë drejt me thonë, që muslimani e ka karshit madhe të Allah. Është një ibadet i veçantë, shumë i madhë, shumë i rëndësishëm, me të cilën afrohemi te Allahu. Për ata që ka mundësi, e shqyqër Zotit, thirrja e kurbanit, apo vlefta një kurbani, nuk është vlefta një haxhe, nuk është vlefta, më ditë sa, për le tjetë 200-300 ku ta dijone, në vetë. Po 200-300 franga po euro, një dark me dalë dikun me 4-5 veta, a shkan qaq? Nëse shkan me të parën, shkan 2 darka në Kosovë, për shembull, në Evropë nuk e mundesh kërkon me 200-300 euro, me një 5-6 veta bërë në qytet. Me një bukë në qytet s'mundesh me 200-300 veta, ose që atë dikun. Ndërsa tek ne, thuj një 5-6, pishtojmë edhe pak. Ose 2-4 vetë, me dalë 2 me familje, me humor dikon qatë shkuj. Kurban, Allahu ka përmend Kur'an, fasalli li rabbike wanhar, falë për Zotin në dherë kurban. E pejgamberi ka folë shumë hadith alayhi salatu wassalam, madje ka thonë ai cili ka mundësi me thirr kurban dhe nuk e thirr, mos i më fal hiç. Fala qirbanna musallana, hiç mos i më fal. E që i bie me qërtu kohë shumë, se s'thirë kurban, për hatër Zotit tënë, ke para. E dyta,
Kjo është e para, më nësi e dyta, ku e therë, ku është a therë, ku e shkep, e ku është e hanë, sa vete a hajnë, kjo është e dorës tytë. Kjo është e dorës tytë. Po, më mirë është me therë vetë, me dorë tane. Nëse jo me pa me sy ka therët. Pejgamberi ka në Fatimes, o i bia, hajde dëshmoj me sy të tu dëshmoje, kurbanët që prejnë baba për ty. Hajde dëshmoje këtu bia, hajde këtu dëshmoje, kurbanët që me therë baba për ty. Për ato lemat kanë thanë është të preferuar me stahab, me shku me pa kurbanin ka therët, po jo vajgjib. Pra, është mirë me therë vetë, ose me ta therë, ose me prezentu, aty kur nëse therë dikush. Është mirë që qatë ditë e bajramit, mos me hangër kur gjo, me qëllu agjerushëm, derisa ta thërsh kurbanin, e t'ja mërësh një pjesë kurbanit, e ja ebë zë shpjesë së bëna do bukti që atje neve, unë përvashde dhe pak me prej kurbanin, me bogati, të bënë si shpejt pak mëshkinia, zemëra, që bëhet pak si ma shpejt që të diqka, e me ta me bëj iftar. Po iftar në këshëm atje. Po iftar është fjala me prishit agjerim që e kam pe pramshit, kërë që sa pas ke mërë kur gjë, deri në artetës e nanës e 10. Kjo është mirë, për nuk ka vajgjib. Tani është mirë me hangër në rap të shpis për ati kurbani, e me ndani 3 pjesë, për nuk ka vajgjib. Nëse hanë krejt për veti, s'ka dërt. Nëse shkep krejt, s'ka dërt. Nëse nuk e hanë asi pjesë për veti, s'ka dërt. Nëse nuk e shem me sy ka prejta për dikush tjetër, s'ka dërt. Dhe kështu me radhë, me rëndësi është me thirë kurban. E thash këtë, sepse ta në Evropë që jam vllaznit e motrat tona, ta falë Zotit shumë për i kurbane, o Zotë shëqyrë, që Allah Azza wa Jalla ka lëshuar rahmetën ta, alhamdulillah, Allah, që Allah Azza wa Jalla ka dhëzuar, ka drejtuar, se këtë motrën e 10 ramira të tjerë, të cilët e dojnë Allahun, e dojnë pejgamberë, dhe dojnë me bo për këtë din, dojnë me bo për vorën e vetë, për ditën e kiametit kur dalim para të madhit të Allah. E kurban është ibadet i madh, la ilaha illallah. Pejgamberi alayhi salatu wassalam ka thënë ende pajra pika e gjakut kurbanit tok, ani pse në tok prehet, s'prehet në havo, në tok prehet. Ende pajra pika e kurbanit, pika e gjakit në tok, robet më rrin sevapit të Zotit. Dhe se sa kimi ka që e kurban atin e falën gjunahet. La ilaha illallah, Muhammedur Rasulullah. Afrohemi të Allah. Për ata muslimant kënaqen kur therën kurbana. Kënaqen, edhe që mëse hongëshin. Sadak, sevap, ibadet, mafrut e madhi Allah të barek vë ta'ala. Pra, në Evropë, ku mi prej këta? Ku mi prej? Kush mi hongër? Ose se hajnë heq? Atëherë vjen opsioni tjetër, mësë alternativa tjetër, që në Kosovë, Maqedonia, Shqipnia, në Afrika, në Pakistan, ku tha dikun parësit, Pakistan, Afganistan, Somalia, tje, ku... Po pra, ka qyshja, ku po desin gjinja unë, atje musliman dikun në Sudan, flitet se s'ka mjek se varfrit madhe, o zëti madhe, sepse luftat civile me zveti shkatërej, që 2 vjetë, edhe ka varfrit s'ka ishme. Dhe në Afrikën e për ka plet bendet që s'ka problem heq, veç Zotë për nëftë inshallah, po. Profesore, përmende kush do që ka mundësi me thirë kurbanin, nëse për shembull gruaja edhe burri punojnë të dytë. Dytë kanë obligim. A e kanë obligim dytë me thirë kurbanin? Po, të bërë që kemi për kurban për veti, kalëzë burrë tanë. Kësmet, në baftë e gjeli sabër deri në bajram. Dhe të kalëzë burrë tanë, që të për kurbanin. Edhe krejt aty në burrave grave që janë të në ndjekë. Qashtu është. Shkojmë në një blok të shkurt marketingut, mi falenderoj edhe sponsorët që na i mundsojnë realizimin e këtij emisioni, rikthehemi prapë në studio. Përse të kërkoni kur mund ta gjeni, ju presin mbi 300 makina të reja dhe okazion prej markave më të njohura. Albini Auto në Rymlang, Zyri, është partneri juaj i parë për makinën që ju dëshironi. Na vizitoni dhe befasoni me ofertat tona ose vizitoni webpaqen ton autovisalbini.ch. Albini Auto, ne e kemi çelësin e makinës së ëndrave tuaja. Selam aleikum të dashur shikues, u rikthyem prapë në studion e emisionit Ta njohim të vërtetën, ku jemi drejt për drejt me të nderuarin profesor Dr. Shevqet Krasniqi. Numri i telefonit ku mund të telefononi është 046 220022. Emisionin mund ta ndjekni edhe në kanalin e YouTube-s të profesorit të nderuar, gjithashtu edhe në Facebook. Profesor, dëgjuesja para prake e pat edhe një pyetje tjetër, tha lejohet vizita në Varreza. Për gra. Po, për gra, po. Po, lejohet vizita e grave për Varreza, pa Varrezave,
se mbas mendimit me të saktë të ulemave, inshallah taala, anë pse është mendimi tjetër që nuk e lejojnë asesi, por lejohet me kushte. Lejohet me kushte. Ndërto, me qenë e sigurt gruaja se nuk shkan me vajtu të vorri. Nuk shkan me vajtu të vorri. Por shkan me dha selam babës, vllaut, motrës, burrit, qëta që kanë tek. Me dha selam. E kur jap selam të vdekurit, i vdekuri ndihen dhe kupton kush po jap selam, kush është ku me vizitu. Dhe një farë mënyre gruas besimtari letohet kur shkon me vizitu varrin e të afërmit të vet. Pra, me qenë e sigurt, e bindur se nuk vajton. Në ndë, mas me shkue me veshje provokuse, me bo fitnë djemve, burrave, mashkujve gjatë rrugës, që i bëjnë shumë motra, shumë gra. Në tre, mas me shku atje me lule, me qire, me qysh veproj një numër i njerëzve runa zot, por shkojnë që shka hi e muslimanit me vizitu varrezat. Në katër, nëse varrezat janë pak largë, shka me dikën familje, së në shka vetë. Aisha radiallahu anha e viziton të Abdurrahmanin, vllahun e vet, bin Abi Bekr, varrin e tina. Aisha e viziton të varrin e vllahut vet, se të babës nuk ka pas nevojë, edhe burri se ka pas atë në dhomë vet. Varrin e pejgamberit dhe varrin e Abu Bekrit. Por vllahun e vet Abdurrahmanin vizitonte. Andaj unë e mendoj që lejohet dhe do t'jam leju motrave, duke pas parasysh edhe një element tjetër, që është i përgjithshëm tek meshkët dhe femrat, vizita e varrezave të dhekkirukum al-akhire, u a përkujton ahiretin shumë. Njerëz. Në veçanti njeri kur ta viziton një varr të afërmit të vet. Për shembull, është ke vizitojë në varrin e vllaut tim, i cili ende se ka bërë 2 vjet. Dhe aqare kujtohem, meditoj në këtë dynjë. Se këtë tuk në marrë. Pra pëna sa të dush, dhe pëna qka të dush. Vesh e math qka të dush, dhe se të dush. Jetë ku të dush, dhe se të dush. Por, vendin e kije, në tokë të Zotit në varë. Në varë, dash flej në rasa, dash parket, dash qilim, dash flej në shtrat me uj, kam të gjuhë diken që flej në shtrat me uj, dash flej në pallat, nesër dhe gjatë, shumë gjatë, kimi fjetë në balt, shtrati balt, dhe jarganin buloja balt, dhe që kjo është nësan? Sa të dush përna? Këtë kimi lanë. E pejgamberi ka cek në hadith. Qad kuntu nahaytukum an ziyarat al-qubur. U kom daluar, u pa të ndaluar juve nga zjareti vizita e varrezave. Edhe mi ka ndaluar. Ela fazuruha, viziton atë.
innaha tudhakkirukum al-akhirah. Sepse vizita Varreza u kujton ahiretin shumë. Kur kanë qenë disa gra të shku dhe ka thonë, ku po shkone? Varreza, me burra, ja falni gjanazin jo, irgjine, me zuratin, gajre me gjuratin, këthenu, të mbushra me gjuna, pas savabe. Për ata muslimant, që pas më të shekuj, e kanë trashëguar gjenerat pas gjenerate, që granimi nuk marrin pjesë në varrim. Granimi përshëndeten me gjenaze të shtëpia. Burrat shkojnë në varrosin. Pra është sunet i pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, në jena në rrugën e tina, sunetin e tina. Por e pastaj me shku me vizitu, që thash Aisha gruaja e pejgamberit e të tjerë, po me vizitu mas andej, në mbroj këtë mendim, që me shku gruaja, me vizitu Varrezat, bile shumë rëndësishme, me që në të i këtë kohë, ku i ka habit ato dhe neve, dënjaja me të mirat të saj. Një vizit në Varreza, ka nërë jalen robet në kryjë, në zemër ma shumë se 100 ligjerata. Ma shumë se 100 ligjerata, një vizit në Varreza. Sikur se një pjesëmarrë në varrim. La ilaha illallah. Pjesëmarrë janë në varrim për ata që kanë këto. E ma afro të vorri, veç me vishgu, që më s'falë. Veç, nalë me dita, e këqyre seri, ka shti njeri në dhe, edhe pas pare se e pëkush! Mule, gutu, sa ma shëvë në shti në dhe, me mlu, shpejt mi qitë dhe, ja kënë ishte pa Koran, mule me dalë sa ma shpejt mi përshëndet njerëzit, smet, kush, me ta. Kënë është të kanë alamet burri, në është të kanë alamet pasoniki, në është të kanë alamet pështetari, në është të shkaj. Gjithda gjatë që të përfëndajme të. La ilaha illallah. A neve, nese na vjen koha shumë shpejt dhe shtrati jo në është farri. Allahu në letësoft vdekjen, në letësoft jetën Varreza. Ja Rabbi. Në e mbusht varrat me nure me dritë. Në e zgjeroft. Ja Rabbi l'alimin. Allahumma amin. Po. Presim telefonuesin që është në linë. Selam aleikum. Aleikum, selam, wa rahmatullah. Dhe ju, selam. Urdhëni. Ndesha veç, po gjënë që e kam një simpatit madhe për të Zotë i rujtë dhe ju e gjithë, Amin. për që atë në masave, mësej sa ma shumë e i darë se jo me i urrije se masë, kur së mësh me majtë një masë, qa ma në tjetër të thëmë? Se ta po thëmë, unë e i du shumë edhe i të kam shumë, e kur për një që po bëjnë zlumë, sa zlumëqarën bëllë, po me mujtë mjarë jikë zlumëqarën, se nuk po di që ka me thonë të thëmë. E që ta pata që veç me dhamë. Edhe njerëzit i dojnë a shumë, për kur të bojnë zullum, pra pa grillave që tha profa. Qa me bona kur për zullum masa ty Allah në gjendë të qoftë? Maca... Po, mirë zbashku, po, masë besën bënë zullum a i, një zërë ga në me zbashku, a mi qitë në ngë, unë i qëtë në ngë, cilën ka na, edhe zlumat. Mu këthy tani në rolin e zogit e gjikën ndryshe. I duhe dhe zëjt, kriti duhe, besam. Tani është edhe mshme, me dalë në rolin e pulës kuku. Faleminderit shumë, na falni. Gjithë mira, zotë i Gjithashtu edhe për juve. Qashto është, macat janë të mira, nuk e mohojmë, sepse kemi argumente për to. Kohët pejgamberit macat, kanë pyet pejgamberin për maca, a është në dytë maca, ujnë që pina është në dytë, ka thonë, ina haleset bin në gjëse, ina hemen të avafin alikum të avafat. Maca nuk është në dytë, sepse aja hynë e del me juve në përshpia në përëndej këndej, pra është pas tërt. është një krijes, një hajvan që i dëgjueshëm shumë, shoqërues me njerëzit shumë, por din me kanë zëllumqar. Deri që në rregull, moment që bëhet zëllumqar, e prishëm na me ta. Jo ty, be, jo mja bësi ki me që dikon me hup, sepse që sekte dhe jo,
Njerin si njeri, kur bëzë zëllon pasha Zotin, dhe të me bëj qare. E lere më macës. S'kem që i bojnë. Po. E presim telefonatën e fundit për sonte. Selam aleikum. Aleikum selam. A bëm më kyç direkt për që temën e mocave se s'prish punë? Po. Po, pa Jam problem. një dashamir i mocave dhe po tregoj drejt që ato përgjigjet e hoxhës për mocën në 13-ën, sepse ato janë edhe kundërshtim me Islamin, janë edhe kundërshtim me ligjet e Kosovës, ku vrasja e mocës nuk kupton 1 vjet din, 2 vjet burg, pastaj na e dim në aspektin shëndetësor çfarë dobi e ka moca, edhe më do të rregull me legjitimuni farforme vrasjen e mocës, pavarësisht a është zullumçare, se moca çato ka ushqim, moca ushqimi preferuar i mocës janë zësht edhe met. Tash llogaritë në një territor ku nuk ka popullim të mocave, kim popullim të meve. E metin ata që e sillin smundjet. Jo rastisht edhe Islami e ka preferu kafshën mocën, dyqysh në trëndici që ka përgjigje. Do me thonë në asnjë mënyrë nuk mund me po thirrje për likvidim të mocave. Çfarë është? Unë nuk po mdoket që t'ingloj si thirrje për likuidim të mocave. Jo, ajo legjitim e mocës, se nëse unë kam zaj, edhe me vjen mu mi han moca zaj, do me thonë, unë dora me rregullu territorin, ose me çu mocën dikoj, me jap dikujna, ose me një mbrojtje zajve, jo me thonë që moca likvidu. Nuk e di në asnjë mënyrë që nuk lejohet. I nderuar profesori, tregoj një ngjarje të fëminisë vet që ka vepruar dikush. Edhe përmendish vendosjen e mocës, ndërrimin e vendbanimit e jo likuidimin e mocave. Jo, nëse dëgjova unë, nëse jam gabim. Ka mundësi që edhe na Dëgjoj, nëse jam gabim, të lut na permision. Jo, na e dëgjojmë prapë se e ka shti mocën të thes, e ka çu dikon dhe kam shu sakit fesit. Ç'to e nivane? E ka transmetuar një ngjarje të fëmirisë së tij. Po veç ai tha që e ka çu mocën të thes i afërmi hoxhës, edhe i kam shu çush është moca në thes, i kam shu sakit së fesit. Edhe a ka bo me kat tha hoxha, jo s'ka bo. E që kemë dëkë shumë të rënditëse. Tamam, çfarë, në rregull. Po jam dashamir shumë i madh i mocës, çfarë ta? Në rregull, Allah i truj ty, në rregull, s'ka dert, në rregull është. Mosa ti dojmë edhe na besa profes. Po, në rregull, po dhe në rregull është tash, s'ka dert, kjo kupton që është në rregull është. Faleminderit. Po, shumë sana kjo nuk mos pajtoni mua, nuk ka problem. Por unë do të flas nga aspekti shariatik. Nga aspekti fetar, unë përgjithësoj në rthash. Çdo send, hajvan a insan, që është zullumçar do të me eliminu. Me largu, jemi eliminu kuptim të parë me mytë, po eliminu fjala me hjek, me largu atë zullum prej çati vendit. Tamam? Edhe sjella shembull, nëse qeni, dhe qeni nuk është krijesë e keqe. Ndaluash mojta për shtëpia. Por qeni ju kryen punë njerëzve. Ju kryen punë me arrujt lëpte, me arrujt delet, e tjerë, gjëtijet e tjerë. Por qeni, i cili vjene me hanë thminë mu se të hanë Kosovë në Prishtinë. Jo një, e hanë një, në tjetë një vdes, 10 veta që i hanë, i tja 15 i vdes. Edhe në pila qatë me shetit. Edhe nënë detyrohet, edhe njerëzit burrat, më edhe burrat tuten me dalë me ngjezë, tuten bramje pe qeve. E unë për thënë veti për shtetar, Moskovsha. Shtetarët e mi, vëllah, i njeri me kanë që ta, pa i njek vetë, sekretar komune vetë, pa i njek, detin zalë, se kështë halan, vetë bashkë polici. Insan me kanë, i me lidhë ka me dur, e zhag me qëmë burg, zhag! Për me të senën sigurin qytetarit. Unë me flajt i lira, nuk me flajt qëtë. Qytetarit nuk e me të senën nuk e sigurin. Insani. Po hajvanin kërë tali si ka laj. Hajvanin e kërë tali si ka laj atë punë. Jo, marrë me mahmur qytetarin të ama. Ka njëherë. Surës me konë tuk të bukës. Sikur se minëro se andë kështu, ta uje kështu me këthi qështu. Po më derët ma prishta. Ta njerëz nuk e di që që i këthejnë senet. A është me shajt jetë e njeriut, a jetë e hajvanit? Me shku në insan, në njeri,
në mal, me hungër ujqit, thëjnë, vallahi, pëse shkuaj në mal e vëllan, në mal u shkuaj pasakic. Pëse ka shku në goj të ujkit. Por marë ujkit, ma hungër mu shtetarin të në Prishtinë, qytet. E onë për veti për shtetara, e jo t'i bën të ka hungër. Ujka ka vanë në mal, e të rënë mal. Nëse shkën shtetarin mal atje, dhe shkën pasakis, e hanë, s'kam që e bëj. Nuk ma përditësi une. Ndërsa në qytet, marë ma hungër uki mu qytetarin tem, respektive qeni, e jo t'i bën të ka hungër. Nësh njëherë ka me ndodhë, s'ka ndodhë mo. Kështë që torë me mbrojt drejtat e hajvanatit, hajvanve të qeve, e mi shkel drejtat e njerëzve. Kja thot caktuar ka për qeni që ku dush. Tepi token, se komun, maje, kujdesë për ta, që të me hongër me pi, pare stepi, s'ka më në pare për qenë, kom pare për insan. A më masë e dite, nuk ka të qenë më mbredh mu i lirë. Pytje, në Evropë, ata në kam proneve këtë kujdesin për kujdes dhe qeves, ata knaqe me tjerë, me thmi që kam me të mune qeve. Ma shumë mirë me qenë se me thmi shumë herë. Pytje thjeshtë. Mërë Zvicrën, mërë Gjermaninë, ka qenë që bredhen në ndësak në për rrugë? Qenë komplet, për përdore se cili shëtar ka më ka për qenin. Kër ka përdore, nuk e rëzikon jetën e shtetarit. Nuk e hanë fëmijën, as nuk e hanë plakun. Edhe janë të vaksinu. Plus të vaksinu. Dërsa, të këne bëhen 20 qenë, njëri të shkun, po në dalin e haj njërin. Qytet Fosh Kosovës 13 qenë me kolegën e punës kemi dalë me ecë, edhe jem fati dikush në mbrojti se... Tash për punë të masa Allah të ndërojt, ti dashamiri masave në regullë, sen të keqës kam. Unë të regonin në gjarë që ka ndodhë që kanë femini, e kam lërsu ata, unë im kanë dëshmitar, a i kom pas 8 vjetë, 10 vjetë nuk e dip, e më kanë shumë i vogël, klasë tëllë të fillore, qash më ka dukt, se unë s'me bëjballën për i masën, për i s'me bëjballën për i, ja ty bën mu isha me për i masën, unë, sepse më dëqysh një gjëna pisajna. Por, për ata më kamet ke parë se në gjari e ranë më kamet. Kemi profesor në një problem që i shohim gjanat një dimenzional. Të shumë mirë the, dinarën e zogët, po dinarën e zogët ata dikqere, ja marja. E për punë të meve se nuk diskutohet, e punë që masa është një metim madhe i Allah ata zogët gjellë. Ku ka masa s'ka gjarpnej, ku ka masa nuk ka farë kjelë pëse, nuk ka kësa farë zvaranik se nuk ka e ki terene pastërt. Ku masa, ku pula të flaj shlirë në bari atë. Shlirë flajti. Veç për kënë donat ja u të bëklimat e lajta ma të më në shërë më halak të rihere, edhe për që të venin që atë, u lëmit dhe zbari edhe flaj për shumë mësë lëdë për atë punë. Ku ka maca edhe pula. E një me të zotit, jenë kafsht shtepjake që e shëqërëhë me njeri, a më kur bohen zëllëm, pasha, zotin. Hën pula, me bë pula më ju tek me shku me honi thmi, që me bo? Edhe pula të në kresat mira. Knusit tërë të hanë të bebën e vëgër, thmija një se jesë, a i shkën tak të hanë, që me bo? Ja, mërë gjënatë me mytë pra. Gjëna ko ka me mytë, ledhe knusin. Po masa nuk hatë, me konë që hatë, në kjena në kjërin veriore na. Pula hatë, më në e hëmë krytë edhe hajna. Mëse bëzëllëm, mëse me bëzëllëm, e lojna se na vini knus aty me kanë. Po këty bëzëllëm, fillë prejna. Andaj mësë ka qëptohëm, Allah në gjennet qëftë, i ndëruar. Gjithmonë jetën njeriu dhe të në shajtruë numër 1, këta kuptohëne. Jetën njeriu të është numër 1. Dhe zullumin dhe të me hek qafësh. Së është pëngjes, është shërë, është dëmë, dhe të me hek ata. Me hek. E ta një mënyra, forma, kush me hek tek me hek, në senet të cilat ato në të është për të diskutuar. Po. Profesorën falenderoj shumë për kohën, për mundin, edhe për njohurit që gjithmonë i ndarë në emisionin të njohim të vërtetën. I falenderojmë të gjitha taj që ishin bashkë me neve për këtë një orë, e të shpresu që inshallah do të takohemi prapë të martën tjetër. Selam aleikum ve rahmetullahi ve berekatuhu.